dikush ka bërë shpifje thot për nderin tim, a kam të drejtë mos mu pajtu kur? Dhe gjëja parë, se cilën e këshilloj që mos me shpif për tjetrin, sepse kjo është prej mëkateve të mëdha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në 7 mëkate të mëdha shkatërruese ka thonë ruajeni 7 mëkateve shkatërruese. Një prej tyre ka thonë të shpifesh për nderin e muslimaneve, zakonisht nderin e femrave të ndershme besimtare, të cilat nuk kanë të bëjnë me atë shpifje. Por këtu nuk do të thonë që edhe meshkujt apo meshkujve ki drejt me u shpif, as mashkullit as femrës, por te femra është më ndjeshme çështja e moralit edhe janë përmend ato. Pra, kushdo që shpif është mëkatar për mëkateve të mëdha. Pastaj tjetra, ai i cili i është shpif ka drejt me padit në shtet, në gjykat të shariatit, edhe nëse nuk bie argumente, atëherë dënohet me 80 shkopin, domethënë për shpifje. Për shpifje nuk është lehtë me ofendu muslimanet në moral. Morali është diçka e rëndësishme edhe i shajtë. Pastaj në rastin tanë themi, është mirë ti me shku që në mënyrë direkte apo indirekte përmes dikujt edhe me kërku sqarim prej personit në fjalë. Nëse ai nuk bën fakte të tjera, atë do të thonë që ki frikë Allahun edhe pendohu. Nëse personi në fjalë pendohet, edhe shkon edhe e demanton shpifjen e tij, që ka thonë kam shpif, unë jam gabim, gruaja në fjalë është e ndershme, unë gabimi është jami, andaj e tërheki fjalën tënde. Do të thonë, në këtë rast mos e çon manena. Nuk po them patjetër ti pastaj nëse ai kërkon falje dhe e demanton veten e vet, ti patjetër më u bën mirë që ke qenë përpara. Mirë po, e lën me çaq. Nëse nuk pranon, do të thonë as nuk vjen fakte, as nuk pranon me kërku falje, atë në këtë rast do të thonë ki drejt mos më bë halal. Ki drejt mos më bë halal dhe ki drejt mos po pajtu. E drejta jote është diçka e tillë. Kujdes nga shpifja. Allah na ruajt.